Votova votën. Pira por që po votoj Kosovë. Edhe ja dhash vetës drejtën me votu, masi po kom vendosur me jetu në Kosovë dhe në shpërngull Kosovë. Ti ke jetu edhe në Gjermani, nëse s'gaboj. Je rrit atje, edhe apo na tregon atje, ka shpesh zgjedhja veç në Kosovë ndodh diçka e tillë. Jo, atje ka shumë rrallë zgjedhja. Na me jetë edhe një kohë shumë gjatë pa qeverinë se s'votojnë. Lave po shumë që ke marrë Mitrovic me shfrytzu drejtën tënde për votë, votove më herët. Patjetër, votova votën. A është si raport që po voton apo ke votu edhe më herët? Faktikisht i raport që po votoj Kosovë. Kosovë. Pse vendose këtu pa zgjedhje me votu? Vendosa se prej janarit ku marrë jetu në Kosovë, e këto muaj më kam mjaftu me kriju një opinion politik, me pa qa po funksionon, qa s'po funksionon, edhe ja dhash vetës drejtën me votu, masi po kom vendosur me jetu në Kosovë dhe në shpërngull Kosovë. Po thu që kjo periudhë ndoshta pak e shkurtër mirë, po ke pas mundësi me pa kur çfarë plan programi ka edhe me vendos kush është më i mirë, me thonë ashtu? Po. Besoj që ke pas se gjatë kësaj periudhe Kosova ka pas shumë pas zgjedhje, edhe a mendon që kanë me kanë të fundit për si vjet, apo kena me pas mas 3-4 muajve prapë? Pikërisht për faktin që 2 vjet është Kosova pa qeveri, besoj që është shumë e rëndësishme që ketë me dalë në votu edhe me shfrytzu drejtën e ty në demokratike që e kena, për ata dhe dola, kështu që ju bëj thirrje gjithë me dalë në votu, edhe shpresoj shumë që ka me konë gjithë zgjedhjet e fundit një herë për një kohë kusha shumë gjatë. Çështu do procesi votimit, a pat pa rregullsi? Jo, në rregull më do. Gjithçka në rregull. Gjithçka në rregull shkoj po. Ti ke jetu edhe në Gjermani, nëse s'gaboj. Je rrit atje, edhe apo na tregon atje, ka shpesh zgjedhja veç në Kosovë ndodh diçka e tillë. Jo, atje ka shumë rrallë zgjedhja. Edhe kur ka rritet shumë edhe del gjithkush me votu. Është shumë e mirëqenjë që secili e shfrytëzon drejtën e votës, gjatë që është në shatim pengu pa në Kosovë, se shpesh po nisë të mos të ri moshatarë të mi që po thojnë jo s'dalin votu se s'di për kënd. Edhe nëse nuk e din, besoj që do të me zgjedh nasha më të mirin për të këqive edhe me dalë me votu se për dy që këna me metë edhe një kohë shumë gjatë pa qeverinë se s'votojnë. Po, a mendon që ndoshta edhe zgjedhjet e shpeshta apo ndikojnë këto që mja hub këtë entuziazmin qytetarëve? Definitivisht, normal, janë zhgënjur njerëz, ka vite që janë lodhë më dhe s'dojnë me dalë me votu, po s'ban mund diku prej këtyre gjanave.